Afati për aplikimin në skemën kombëtare të mbështetjes për fermerët të shtyr me 10 ditë nga Ministria e Bujqësisë, duke u dhënë më shumë kohë aplikuesve për të përfunduar procedurat. Vendimi u bë i ditur nga ministri Andi Salla, i cili tha se shtyrja vjen si pasojë e rritjes së ndjeshme të aplikimeve në ditët e fundit dhe kërkesave të vetë fermerëve për një afat më të zgjeruar. Ne kemi rreth 40.000 fermerë që kanë aplikuar deri tani. Pothuajse në të gjitha në 12 masat që ne kemi janë të interesuar për të aplikuar. Kemi në mbrojtjen biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër goxha të konsiderueshme. Menduam dhe nga me stafin që ne ta shtyjmë edhe 10 ditë për të përfshirë gjithë fermerët dhe ata që nuk kanë pasur mundësi që të jenë pjesë e aplikimeve apo të përfitimit që ne do t'i japim në sektorin bujqësor. Prandaj është një 10 ditë deri në datën 6 për të pasur ne hapësirën të japim fermerëve që të jenë pjesë e skemës kombëtare. Paralelisht, Ministria e Bujqësisë po vijon përgatitjen për pritjen e një delegacioni të Komisionit Evropian, me të cilën pritet të diskutohen hapa për zhbllokimin e fondeve IPARD dhe ecurinë e bashkëpunimit me BE-n në sektorin e bujqësisë. Presim në një delegacion nga për IPARD-in, pra për të takuar me ta në fund të muajit dhe në fillim të muajit për të krijuar marrëveshjen tona dhe për të dakorsuar për të gjithë procedurat që ne na janë kërkuar. Jemi në proces të sipër dhe na duhet edhe shumë pak ditë deri javën që vjen për të shprehur zyrtarisht se ditën apo mënyrën se si ne do të qasemi për IPARD-in. Po jemi në një proces shumë pozitiv, mbetemi shpresë plot që IPARD-i të jetë sa më shpejt dhe duke dakordsuar gjithmonë me komisionin në mënyrë që ne t'i vëmë dispozicion dhe fermerëve një shumë për 148 milion eurosh, që është një shifër e konsiderueshme për bujqësinë shqiptare. Ministri Salla u ndale dhe të debatet e ditëve të fundit për projekt ligjin që lejon të huaj të blejnë toka bujqësore në Shqipëri pas antarësimit në BE. Kaluam në një proces në një dëgjes publike për të, por ajo është një aspekt konsultimi që ne do të dalim në konsultim dhe më pas do të marrim të gjithë vlerësimin e duhur. Kjo kërkon disa vite, nuk është e tanishme, pra kërkon një proces shumë të gjatë, mbi 7 vite, që nuk është për të miratuar tani dhe është një proces që besoj që do vite për të konsultuar, për të amenduar dhe për të pasur në një proces të tillë akoma më keq për ta kaluar si thoni ju tani në aspektin ligjor. Prandaj do na duhet kohë apo hapësirë për ta kaluar në një aspekt tjetër ligjor dhe do duhet edhe kohën e vet për të përgatitur.